vjetër në qytetin e Shkupit. Është ndërtuar në vitin 1440. Duke pasur parasysh ekzistencën e saj, e bën që të jetë një nga monumentet më të rëndësishme dhe simbolike të trashëgimisë kulturore të kryeqytetit. Xhamia Haxhi Ballaban ka shërbyer si vend për të kryer ritualet fetare islame. Megjithatë, historia e kësaj xhamie është shoqëruar nga sfida të shumta, duke përfshirë dëmtime të mëdha që ka pësuar gjatë kohës. Një nga ngjarjet më të rëndësishme që ka dëmtuar xhamin ishte tërmeti i vitit 1963, i cili shkaktoi shkatrime të mëdha në të gjithë Shkupin, duke përfshirë edhe xhamin Haxhi Ballaban. Kjo ngjarje i la gjurmë të thella në strukturën e xhamisë, e cila e ka humbur një pjesë të veçorive të saj origjinale. Një tjetër tërmet i ndodhur në qytetin e Shkupit në vitin 2016, gjithashtu i ka shkaktuar dëmtime të tjera kësaj xhamie, duke e vënë në rrezik ruajtjen dhe integritetin e saj. Është shumë e vështirë që xhamia të përballojë edhe një tërmet tjetër. Pa një renovim të kujdesshëm dhe përforcim të strukturës, ajo do të jetë shumë e vështirë për të mbrojtur nga një tërmet tjetër dhe mund të pësojë dëme të mëtejshme që do të jenë të vështira për t'u riparuar. Ndërsa nga institucionet përkatëse presin që t'ju jepet leje për rindërtimin e kësaj xhamie, theksoi teologu Hasan Baftiari hatibën në xhamin Haxhi Ballaban. 40 sipas mbishkrimeve të cilat ekzistojnë, ose ma konkretisht nga baba i poetit turk, domethënë Haxhizade, pra kështu thot historia dhe kështu thonë dokumentat historike, të cilat flasin për këtë xhami. Xhamia Ballaban është e vjetër, është e stilit ashtu siç është edhe ndërtu në atë kohë, pra nuk ka pësuar ndryshime shumë pak, për arsye se ndryshimet klimatike, tërmetet e ndryshme, veçanti tërmeti i vitit 1963 që ka qenë shumë i fuqishëm në Shkup, ka dëmtu xhamin, po jo aq sa me rënu të tërën, ka dëmtu pjesën e dytë të minarës ose nga sherifja e sipër dhe ca qarje të xhamisë të cilat janë brenda. Pastaj ka pësu edhe një qarje të vogël, edhe disa qarje të vogla, domethënë muri i xhamisë në tërmetin i cili ishte para 3, 4 ose 5 viteve, domethënë diku për Bajram që ishte ai tërmeti edhe për ditën e Arifës, dhe kështu që ajo mirë mbahet me këta kushtet, mundësia për ta renovu, për ta rindërtu, për ta ndërtu komplet një teren, ndoshta me pamjen e njëjtë. Dëshira është e madhe edhe e njerëzve që frekuentojnë këtë xhami, e xhamatit, e kryesisë, por që mundësitë e dokumentacioneve tani po vështirësohen, për arsye se drejtoria ose Ministria e Kulturës dhe drejtoria për mbrojtjen e monumenteve historike nuk po japin leje, kështu që për rindërtimin, dhe neve duhet ta mbajmë xhamin kështu siç është, edhe pse është e dëmtuar, pra tërmetet e kanë dëmtuar për arsye se është një periudhë e gjatë kohore e cila flet për këtë xhami, pra 1440, domethënë janë punë shekush. Dallim nga xhami tjera kush e di se çfarë, xhamia Ballaban është xhamia në kohën e re, po flasim, ka qenë Hoxha Ataullah Kurtish, djali vet Nimeti, pastaj nipi i tij Ataullahi që është edhe imam edhe sot e kësaj dite. Ajo simbolika e dietarëve të Shkupit që kanë frekuentuar këtë xhami dhe kanë qenë ligjerues të kësaj xhamie. Dhe xhamia shihet tash është me kulm, kurse ka qenë me kupoll. Dhe këto nga dëmtimet pastaj nuk kanë arrit, nuk kanë pas mundësi që ta kthejnë kupollën, edhe një herë sigur ka qenë, por e kanë bërë një kulm që është i njohur për specifikën e ndërtimit shqiptar, që kulmi është pak më i lehtë, kupolla është specifike e ndërtimit osman, dhe ndoshta në atë kohë nuk kanë pas mundësi të sjellin inxhinier dhe ndërtues nga perandoria me qëllim që ta kthejnë, për arsye se tërmeti ka ndodhur vonë, në 1963 kur perandoria osmane nuk ka ekzistuar. Mundësitë kanë qenë ashtu siç kanë qenë, pra sistemi ka qenë i atill që ata mendisa kanë prirë që ta zgjesohet, pra tërmeti i vitit 1963 ka zgjesuar një numër të madh xhamive që pastaj e kanë pas pamundshme të kthehen, pasi Jelen Kapani edhe shumë xhami tjera. Pra, po këtë tërmeti nuk e ka dëmtu, falë ndërtimit të fuqishëm që e ka pas, e ka dëmtu, por nuk e ka zgjesu. Po njerëz të cilët mirën me studimin e asaj bote,
pra sismik që janë të tërmeteve dhe të ndryshimeve klimatike, kanë thënë se kjo xhami e ka shumë të vështirë në qoftë se një tërmet prej 4 ballësh mund të shkund më shumë se 40 sekonda. Pra zgjat tërmeti më shumë se 40 sekonda. 40 sekonda janë shumë për një tërmet, por nuk duhet të habitur se në Turqi pra tërmeti i fundit zgjati 52 sekonda sa kam njohuri unë, ndoshta edhe jam gabim, por sido që tjetë, pra ata na kanë thonë dhe kjo është një kombon alarmi që neve duhet të përveshemi mirë dhe t'i qasemi punës ashtu si duhet pak më seriozisht, pra me Bashkinë Islame, padyshim ne pa Bashkinë Islame nuk do të bëjmë asnjë lëvizje. Bashkia Islame është autoriteti zyrtar i shtetit tonë, Muftinia e Shkupit është ajo kupolla ombrella mbi na, pra neve nuk veprojmë asnjë hap pa lejen e tyre ose të paktën pa i njoftuar ata, Muftiun e Shkupit dhe operativat e cila veprojnë ata bashk. Kuptohet edhe me Ministrinë e Kulturës që janë si drejtori për monumentet. Në bashkëpunim besoj që do të arrijmë sukses që neve ta rindërtojmë dhe shpresojmë nëse do në Allahu fuqiplot, për e them shumë sinqerisht, emisionin e Ramazanit ardhshëm do e bëjmë një xhami të re Ballaban. Inshallah. Një tjetër karakteristike e xhamisë së Ballaban që e veçon nga xhamit tjera është edhe guri i Lëmoshës, që është i vetmi në kryeqytetin e Shkupit. Specifike që kjo xhami e ka dhe këtë gurin këtu, në mes që nuk e ka asnjë xhami në Republikën e Maqedonisë, pra është guri i Lëmoshës. Pra ki guri që ndron këtu, do të thonë në kohën e perandorisë osmane, kështu ka qenë ki guri i Lëmoshës, pra kanë pas edhe xhami tjera, po nuk i kanë më, kështu kjo ka mbet statike këtu. Pra një gur që ata të cilët kanë dashur me ndihmu, kanë shku i kanë lënë aty, pra edhe ai që ka dashur me marr, ka shku i ka marr, a kupton? Pra nuk është ditë se kush lën dhe kush merr me qëllim që të ruhet dinjiteti i skamnorit. Pra gurin që e ka kriju Omeri ka qenë me vrim, thuhet se edhe ki ka pas vrimën, po tani ose ka shafit nga tërmeti, diçka më poshtë, po sido që tjetë, guri ka qenë me vrim. Domthonë njeriu e ka fut dorën, edhe tash publiku që kanë kaluar në moment nuk e kanë ditë nëse ki e ka fut dorën për me lënë ose për me marr. Kjo parasysh, po askush nuk ka marrë më shumë se sa ka pas nevojë për një ditë, se kështu ka qenë rregulli. Me për të kaluar ditën. Kjo parasysh që neve tani nuk posedojnë ndoshta atë karakterin, dinjitetin, atë sjelljen, atë moralin e lartë islam dhe njerëzor që të kesh kështu gurës domethënë në qytetin tonë, ndoshta tash nuk mund të them se do të vidhen, po mund të keq përdorën, padyshim. Por që kjo guri është simbolika që e ka vetëm kjo xhami. Kjo xhami do të thonë. Fakt e ka rujt kjo xhami se e kanë pas edhe xhami tjera pa pikë dyshimi. Të ulohu Hasan Baftiari, hatib në xhamin Ballaban, tha se në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, familja është stacioni më i mirë për të kontribuar në ruajtjen e lidhjeve farefisnore, pasi është një mundësi e shkëlqyer për të kaluar kohë së bashku, për të forcuar marrëdhëniet dhe për të mësuar vlerat e përbashkëta. Sofra në muajin e Ramazanit nuk zbukurohet thjesht me pjata të bukura, por ajo zbukurohet me praninë e miqve dhe agjëruesve. Ramazani është stacioni më i mirë që mund të kontribojë në këtë sferë. Ramazani është muaj që mund të themi është një universitet në vete që kontribon në edukimin, në ruajtjen e lidhjeve farefisnore, në unitetin e familjes, dhe familja ka një rëndësi shumë të madhe. Për arsye se neve jemi mësuar që obligimet e përditshme, jeta shumë dinamike, lëvizjet e ndryshme të anëtarëve të familjes, e kemi shumë të vështirë ndoshta ta hamë mëngjesin ose darkën bashkë. Se asnjëri nuk del në kohën e njëjtë me tjetrin. Çdo njeri del dukush më herët, dukush më vonë, por në darkë çdo njeri nuk vjen në kohën kur vendohet darka, pra dikush vjen më vonë, çdo njeri ha vet, del vet, pra nuk e ndjen atë ngrohtësinë e të ndeturit me anëtarë të tjerë të familjes, pra me nënë, me babë ose me bashortën, me fëmijët, me ndet krejt me një sofër, me hangër bukë. Ramazani ta jep këtë mundësinë e ngrohtësisë familjare dhe të unitetit familjar dhe të asaj dashurisë familjare kur e ke patjetër një iftar të ulesh krejt bashkë se krejt në atë kohë janë të unët. Pra këtë kanë arë pas një 15-16 orë agjerim, pra të ngritën në syfir që të gjithë, pra në familje kur nana shkon e ngritë fëmijën e vetë për syfir, dhe pastaj kur fëmijët shohin prindrit e tyre se si e ndihmojnë njëri tjetrin në përgatitjen e iftarit, për arsye se krejt ngritimi me bë diçka për iftar, për arsye se krejt jemi të unët, dhe kjo jep një kuptim shumë të lartë,
për me tregu mbi rëndësinë që e ka familja. Pra çdo gjë mund të ketë rëndësinë në Ramazan, edhe gjumi ka rëndësi, për arsye se është adhurim. Në Ramazan edhe vizita e njerëzve, shokëve, miqve, dashamirëve ka rëndësi, edhe puna ka shumë rëndësi, për arsye se krahas asaj që ti merr shpërblimin e punës që e bën, edhe ajo është adhurim. Por mbi të gjitha, familja është kulmi i çdo gjëje. Për arsye se familja e shëndosh, shoqëria e shëndosh. Një familje e qalë, një shoqëri e qalë. Pra çdo gjë buron nga familja. Dhe neve e kemi mundësinë shumë të artë, një muaj trajnim, një muaj edukim, një muaj ngritje, një muaj lidhje me Zotin, që ta ndërtojmë këtë familje, ta ngrisim këtë familje, ta bëjmë një familje të shëndosh, të dobishme, një familje e cila do të jetë shembulltyr dhe model për shumë familje tjera. Pra Ramazani na jep këtë mundësi. Ideja e parë që duhet të bësh në Ramazan, duhet të fillosh të falësh. Pra të lidhesh raportet e tua me Zotin, ndoshta ti ke kaput raportet me Zotin, tani filloj dhe shtrëngoj dhe lidhi fuqishëm ata raporte me Zotin. Pra ti përkushtohesh Zotit. Pastaj ta ruhesh dhe ta fillosh ta ndërtosh unitetin e familjes, të ulesh me anëtarët e familjes, pse mos të lexohet një libër. Të mirë të lexohet një libër, të komentohet ai libri, pra ka periudha kohore kur ti mendon se është ajo fjala e famshme, e cila nuk është as pak e mirë, do dalim të humbim pak kohë për arsye se gjersa të veri iftarin, nuk ke nevojë me humb kohë, mund të lexosh Kur'an, mund të lexosh një libër tjetër, nuk është patjetër që të lexosh një libër islam, mund të lexosh një libër i cili të ndihmon në profesionin tënd, të cilin e ke zgjedhur, dhe ata dituritë, njohuritë të cilat i ke fituar mund t'i ndash me anëtarë të tjerë të familjes. Ramazani ndihmon që të shohësh dashurinë e prindërve, pra mesit e tu kur ata e ndihmon njëri tjetrin në iftar, të ndihmon mbi përgjegjësinë të cilën duhet ta kemi për familjen, të ndihmon mbi vetë kontrollin, për arsye se kur jemi agjërueshëm, ndoshta ndokush është maneverik, ndokush e ngrit zërin më shumë, ndoshta durimi është te dikush është më i dot, por Ramazani ta mëson durimin, dhe ta mëson vetë kontrollin, ta mëson vetë përmbajtjen. Pra profeti Zotit thoshte kur bërtet ndokush thuaj unë jam agjërueshëm, mos ja kthe me monedhën e njëjtë. Thuaj unë jam agjërueshëm. Nuk duhet t'i bëj unë këta gjëra, jo që nuk më lejon, se nuk të lejon asnjëherë. Pastaj është mbajtja e lidhjeve farefistore. Për këtë arsye profeti Allahut ka thënë që kush shtron iftar, kush ja mundson dikujt që të hajë iftarin me bukën e tij, pra me ushqimin e tij, e fiton shpërblimin atij që ka agjëruar, duke mos ju paksuar dhe mangësuar atij agjërimi dhe shpërblimi. Dikush i tha profetit të Zotit, thuhet se ishte Salman el Farisi, radiallahu anhu, një shok i profetit, tha i dërguari i Zotit, po nuk e kemi neve të gjithë mundësinë me shtru iftar. Tha e ke një hurmë që do të çelësh iftar për vete, tha të njëjtën hurmë vetëm ndajën gjysmë. Gjysmën jep atij tjetrit dhe gjysmën mbaje për vete. Tha ti përsëri e fiton shpërblimin nëse ai ka çel iftar me hurmën tënde. Kjo është një simbolik që neve duhet në sofrën e iftarit, jo të jemi individual, jo të jemi të vetë, po në sofrën tonë të iftarit të jemi të pasuruar jo me pjata. Sofra e iftarit nuk kërkon një tavolinë, një panajër pjatash. Sofra e iftarit kërkon miq, kërkon njerëz, kërkon farefis, kërkon dashamir, kërkon të njohur, kërkon njerëz musliman të cilët do ta zbukurojnë sofrën tënde. Sofra asnjëherë në botë nuk zbukurohet me pjata të bukura. Sofra zbukurohet me miq. Sofra zbukurohet me agjërues. Sofra zbukurohet me lutje dhe përgjërim drejtuar Zotit. Kur një familje ka vendosur që këtë Ramazan do japim lëmosh krahas asaj që është obligative, pra sadakatul fitri dhe dikush që e ka mbri atë gradën e të dhënurit zeqat. Lëmosh, duhet të jap lëmosh një familjes i jetim, një familjes skamnor, një njeriu të smur, dikush që blen ilaçe, dikush që është duke shkuar në një operacion të rëndë jashtë vendit dhe shumë gjëra tjera. Merre gruan me vete, merri fëmijët me vete dhe shkoj jepi, mos e jep lëmoshën pa prezencën e tyre. Pra le të mësohen edhe fëmijët e tu se jipet lëmosh në këtë muaj. Pra dhe lëmosha shpërblehet shumë në këtë muaj, po bëj punë e përbashkëta, mësoja familjes unitetin, mos të fillojnë dhe të veprojnë individualisht, po le të veprojnë në bashkësi, le të njihet çdo njeri me problemet e tjetrit. Objektivi kryesor është që njeriu të mundohet me çdo kusht të arrijë kënaqësinë e Zotit. Të dalë nga ky Ramazan i suksesshëm dhe të mundohet që të arrijë devotshmërinë të cilën Zoti na i ka premtuar
ta shef nëse ai e ka arrit kënaqësinë e Zotit, dhe kjo ka njësi matëse. Nëse Ramazani jëtë është pranu, dhe nëse ti e ke arrit kënaqësinë e Zotit, dhe ke marrë atë gradën e lartë të devotshmërisë, kjo ka një njësi matëse. Dhe njësia matëse është në qoftë se muaj pas Ramazanit, pra Shevali, do të gjejmë më të mirë se sa të gjeti Ramazani pas e erdhe nga Shabani. Të gjejmë më të mirë. Kur e shef që sjellja jote është më e mirë, koncentrimi në punë është më i mirë, komunikimi me njerëzit është më i mirë, atëherë ti ke dalë nga një Ramazan i suksesshëm. Për arsye se Ramazani është fitore. Është fitore shumë e madhe. Por për me kuptu këtë fitore, duhet me kuptu se këtë duhet të fitosh. Për arsye se nuk mund të themi se ne do e fitojmë djallin në Ramazan, po s'ka djallin në Ramazan, se Ramazan është djalli i mbyllur. Këtë e fitojmë. Këtë duhet të fitojmë. Vetëm. Ramazani është muaj trajnimi, ose siç kanë përmendur edhe psikologët më të mëdhenj botror. Ramazani është muaj edukimit që krijon më së miri, domethënë personalitetin mbi vetveten. Krijon atë, ta themi, atë gjën që ti mund t'ia thuash çdo kujt bëje, por nuk mund t'ia thuash vetvetes. Të krijon autoritet mbi vetveten tënde. Njeriu s'ka autoritet mbi vetvete. Më falni. E keni pa një konsumues i duhanit nuk gëzojnë fëmijët e vet me pi duhan. Sa e keq që nuk bën, po për ty a bën? Domethënë nuk bën. Pse nuk ja drejton gishtin vetë, pse nuk ka autoritet mbi vetveten. Ramazani është muaji i cili krijon këtë autoritetin mbi vetveten tënde. Pra nuk bën për ata, nuk bën as për ty. Pra nga syfiri deri në iftar nuk do pish. Pra nëse arriti 16 orë mos me pi, edhe një 6-7 orë do flesh, kanë bërë 2-3 orë, po lej ata 2-3 orë, mos e pi. Pra kjo është edukimi, ose po flasim tash për konsumuesit e duhanit, por edhe për shumë vese tjera. Pra krijon autoritet mbi vetveten. Kur ti del nga ky muaj me autoritet mbi vetveten, kur ti del nga ky muaj me sjellje më të mirë, kur ti del nga ky muaj nuk ke më askënd idhnim, kur ti del nga ky muaj faqebardh dhe i buzëqeshur me çdo njeri mund të përshëndetesh, e feston ditën e Bajramit duke trokitur në çdo një derë, pa pas jo ki nuk u vjen, jo ki nuk u shkoj, jo këto jena qenë të idhnum, jo, të gjithë. Shkon tek të gjithë, ulesh në dhomën e të çdo njërit, në konakun e çdo njërit, duke ia uruar festën, duke bërë lutje që Allahu na i ka pranuar xherimin. Kjo është mesazhi më i fuqishëm i Ramazanit. Ju faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve për ftesën, për vizitin që na i bën, për na i incizua dhe xhamin tonë, që shkupjanët e dinë që ekziston një xhami Haxhi Ballaban, që të vinë ta bëjmë vizitë, neve do të kemi aktivitete. Në fund, muaji i Ramazanit është një mundësi e paqmuar për të pasur një kujdes më të madh për lidhjet ndërfamiljare, për të promovuar ndihmën e ndërsjellë dhe për të krijuar tradita që kalojnë nga njëri brez në tjetrin. Në këtë muaj të shenjtë, vlerat e bashkimit dhe solidaritetit shndrohen në themele të forta që mbajnë familjet dhe lidhjet farefisnore.